Po, si që dim, vërshimet, dhe më thonë, edhe rreshjet e larta që kanë qenë gjithë teritorin e Republikës Kosovës, po ashtu ka pas rreshje, më i them, edhe në teritorin e PES, po ne kësaj radhe kemi qëndru mirë për shkak të intervenimeve që i kemi bërë kohë pas kohë si komune në disa kanale që kanë qenë të kaluara shumë problematike për qytetin. Kështu që këto kanale gjitha kanë qenë të qeta dhe nuk kanë dalë nga shtrati i tyre, si kanali i Çokolisi është i njoftun, i Zatrave, i Seravis dhe disa kanale të tjera. Kurse në disa pjesë në fshatrat e Lugut Baranit, atje kemi pas disa problematika ku disa kanale kanë qenë të bllokuara nga gjësendet ndryshme dhe kanë dalë kohë pas kohë nga shtrati i tyre, ku kryesisht kanë vërshu disa fusha dhe një pjesë të disa shtallave që janë lajmëruar si raste, ato i ka marrë drejtoria e bujqësisë, po ashtu edhe emergjencave i ka trajtuar dhe domethënë momentalisht tash veç situata është e qetë. Jo, domethënë kësaj radhe dame në infrastrukturë nuk kemi pas, as në qytet, as në fshatra, gjitha rrugët janë të kalueshme, pasi që e dim që pas pushimit shiv vazhdoi rreshje të Borës dhe ne kemi zonën e Rrugos ku është zonë më vështirë e kalueshme, atje me ekipet tona në rrugë lokale kemi qenë gjatë gjithë kohës duke i pastruar. Për shkak se atje ka pas vështirësi në kalim, po jo nga vërshimet, por nga rreshjet e Borës, kështu që ne edhe sot jemi duke pastruar rrugën në Rrugov, edhe momentalisht nuk kemi ndonjë rrugë që është e pakalueshme. Po ne kemi qitë edhe një informat apo lajmërim që komuna e ka komisionin e vlerësimit dameve në kuadër drejtorisë emergjenca, ju kemi bërë thirrje gjithë qytetarëve që kanë dame, si në ekonomi familjare apo edhe në hapësira tjera të vinë të bëjnë kërkesa që komisioni deri do t'i vlerësoj ato, t'i përgatisë dhe t'i çojë në qeveri për kompenzim tyre.